të dhënat e strukturës së pronësisë dhe punës së radiodifuzionit. Në pajtueshmëri me nenin 15 të ligjit për media, shoqata tregtare e radiodifuzionit Kompania 21M SHPKNJP i publikon të dhënat në vijim. Pronari i shoqatës tregtare të radiodifuzionit Kompania 21M SHPKNJP Shkup është Kompania 21M SHPKPV, me seli në Pallatin e Mediave Aneks Prishtina Kosovë dhe me pjesëmarrës në kapitalin bazë prej 100%, të cilin e ka arritur më 1 korrik 2016. Redaktor përgjegjës i shoqatës tregtare të radiodifuzionit Kompania 21M SHPKPV Shkup është Eugen Saracini. Në vitin 2016, 83% të ardhurave janë nga reklamat, 0% nga sponsorët, 0% nga shitja e përmbajtjeve, 0% nga shërbimet e siguruara prej palëve të treta dhe 17% nga të ardhurat e tjera. Gjak dhe kaos pas tentim puçit në Turqi, Erdogan, tradhtia do të faturohet shtrenjtë. Mbi 200 të vrarë dhe 1140 të plagosur, Gülen mohon akuzat se orkestroi grushtetin. Shteti mbledh shefat e sigurisë, Shkupi zyrtar druan nga ngjarjet në Turqi. Ditët e Bariut në Mavrov, gara për djathin më të mirë të dhënve. Shpërbëhet parlamenti kroat, zgjedhjet e reja të parakoshme më 11 shtator. Shteti Islamik përgjigjës për horrorin në Nis, dalin detajet si trajnohen solo xhihadistët. 7 shtete europiane në alarm, frika nga terrori shton nivelin e sigurisë. Robin Krasniqi më i fortë se Doher Steinin, Haxhia kampion internacional në organizatën dhe asociacionin botëror të boksit. Mirëmbrëma shikues të nderuar, është kjo magazina informative orës 18:30. Turqia u zgjua sot e trazuar nga ngjarjet e tentimit për grushtet nga ana e një fraksioni të ushtrisë. Operacionet e sigurisë po vazhdojnë, situata e sigurisë mbetet e trazuar derisa numri i viktimave ka shkuar në 250 veta dhe qindra të tjerë të plagosur. Po ashtu Turqia është përfshirë edhe nga një val arrestimesh dhe shkarkimesh të ushtarakëve dhe gjykatësve. Se cilat janë të rejat nga orët e fundit nga Turqia, të ndjekim kronikën në vijim. Pas një natë të shpërthimeve të shtënave me armë zjarri dhe tankeve nëpër rrugët e Stambollit dhe Ankaras, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan theksoi sot se përpjekja për grushtet ka marrë fund dhe se qeveria ka kontrollin. Tradhtia do të faturohet, shtrenjtë porositi Erdogan. Edhe kryeministri turk Binali Yildirim tha në një konferencë për media se situata është nën kontroll. Sipas tij, përpjekja për grushtet është një njollë e zezë në demokracinë turke. Zyra e presidentit turk informoi se mbi 2800 zyrtar ushtarak janë arrestuar, ndërsa janë shkarkuar edhe qindra gjykatës, që dyshohen se janë pjesë e grushtetit. Zyrtarët e qeverisë thanë se 5 gjeneral edhe 29 kolonel janë larguar nga postet e tyre, për shkak të përfshirjes së dyshuar në përpjekjen për të rrëzuar qeverinë e Erdoganit. Ushtruesi detyrës së shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, generali Umit Dundar, që u emërua disa orë pas puçit, tha se ushtria është e vendosur për të eliminuar strukturat paralele brenda radhave të saj. Në media turke raportohet se brigadat e rebeluara që kanë qenë pjesë e puçit janë ajo e forcave ajrore të Turqisë dhe pjesëtarët e Kompsorisë e Xhandarmerisë ushtarake në Turqi. E prapa këtyre dy formacioneve qëndronin 2 persona. I pari është general Akin Ozoturk, i pari i forcave ajrore të Turqisë. Ai ka një karrierë të gjatë në ushtri, plot 43 vjet në shërbim. Sipas mediave turke, personi i dytë që mban barën e këtij aksioni, tashmë të dështuar, është general Metin Yildirim. Ai ka qenë i pari i forcave EDOK të mbështetjes dhe i komandës së trajnimit në Turqi.
Autoritetet detare turke raportuan se ura e Bosforit është rihapur dhe se trafiku mbi këtë lum strategjik i është kthyer normalitetit. Agjencia lajmeve Reuters raportoi se një grup antiqeveritar ka marrë nën kontroll një fregat në bazën detare Golçyk të Turqisë dhe ka marrë peng komandantin. Por ky lajm më pas është përgënjeshtruar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë turke. Përkohësisht është mbyllur edhe baza ajrore ushtarake Incirlik në jug të Turqisë. Sipas një zyrtari të lartë turk, baza do të vazhdojë të jetë e mbyllur deri në rikthimin e kontrollit të plotë të situatës. Presidenti Erdogan nuk la pa akuzuar edhe rivalin e tij të përbetuar, klerikun në mërgim Fethullah Gülen'in, duke theksuar se hidhtarët e tij kanë organizuar përpjekjet për përmbysjen e rregullit shtetëror. Megjithatë, Gülen dënoi puçin dhe mohoi përfshirjen e tij. Së fundi po raportohet gjithashtu se ka përfunduar operacioni i arrestimeve në shtabin e përgjithshëm të Turqisë, ndërsa drejtoria e luftës kundër terrorizmit e policisë së Ankaras po kryen një kontroll të detajuar në godin. Autoritetet e qeverisë turke kanë theksuar se akoma nuk ka përfunduar operacioni anti-Grushtet. Por çfarë ndodhi për disa orë që Turqia të mbërthehet nga një grushtet i papritur kundër qeverisjes së Erdoganit, i cili po kalonte pushimet verore. Bilanci i këtij grushteti tani është mbi 250 të vrarë, mbi 1140 të plagosur dhe rreth 3000 të arrestuar. Dramaticiteti i ngjarjes po vazhdon. Një komunikat i lëshuar rreth orës 23 alarmoi se ushtria ka marrë pushtetin në Turqi me arsyetimin, siç shkruaj, për të ruajtur rendin demokratik dhe për të mbrojtur të drejtat e njerëzit. Pak orë para lëshimit të komunikatës, para aeroportit të Stambollit, urës së Bosforit, në baza ushtarake, por edhe në servisin publik TRT, ishin vendosur forcat fuqiste të ushtrisë. Agjencia e lajmeve Anadolu e afërt me qeverinë më vonë informoi se shefi i shtabit të ushtrisë turke, Hulusi Aktar, është peng i fuqistëve, ndërsa presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan nuk dukej se ku ishte, kur nga mesnata ai u shfaq me një thirrje në Twitter duke ftuar popullin turk që të mblidhet në sheshe publike dhe në aeroporte, ndërsa porositi se fuqistët nuk do të kenë sukses. Edhe pse ushtria kishte shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe ndalim të gjerë qarkullimi, mira qytetar turk u përgjigjën thirrjes së presidentit Erdogan duke dalur rrugëve të Stambollit, Ankaras, Izmirit dhe qyteteve të tjera. Forcat fuqiste ndërhyn edhe në disa stacione televizive, por ato u përballën me rezistencë. Në rrugët e Stambollit dhe Ankaras pati përleshje mes forcave të ushtrisë dhe policisë. Ato kanë zgjatur gjatë tërë orëve të mëngjesit. Në rrugët e Ankaras dhe Stambollit janë parë natën e së shtunës tanke dhe njerëz që vraponin në panik kur dëgjoheshin të shtana. Ndërkohë qytetarë të zemëruar e përkrahës të Erdoganit janë ngjitur vetë në tanke për t'i penguar ata në rrugën e tyre, siç kanë treguar pamjet televizive. Në Stamboll, në afërsi të sheshit Taksim, ushtarët janë parë të shtunën se si dorëzoheshin në urën e Bosforit dhe merreshin në pranga nga policia, ndërtesa e parlamenti turk është dëmtuar pas sulmeve nga ajri të fuqistëve. Sipas të dhënave nga qarqet qeveritare, po ashtu në afërsi të pallatit presidencial, avion luftarak hodhën bomba. Edhe ndërtesa e shërbimit sekret turk është sulmuar natën e së shtunës, bëjnë të ditur përfaqësues të institucionit. Por kreu i shërbimit sekret Hakan Fidan është dërguar në një vend të sigurt. Përkohësisht u ndërprer edhe transmetimi i kanalit televiziv CNN turk, pasi që ushtarët hyn brenda dhe tentuan ta vendosin nën kontroll. Kanali u rikthye në transmetim pasi që ushtarët ishin arrestuar nga policia. Por Turqia e ka paguar këtë me një numër të lartë viktimash. Sipas kryeministrit turk Yildirim, numri të vrarëve është rritur në 265 vet. 161 të vdekur ka pasur nga forcat e sigurisë, besnike të qeverisë. 104 nga fuqistët janë vrarë, 1140 vet janë plagosur dhe rreth 3000 ushtarë oficer të lartë janë arrestuar. Kryeministri turk Yildirim e ka cilësuar puçin si njoll turpi për demokracinë turke. Erdogan akuzoi fuqistët për tradhti të lartë ndaj atdheut dhe ka paralajmëruar goditje të fortë. Në një SMS dërguar turqve ai shkruan që ata të qëndrojnë për demokraci dhe paqe. Ushtria turke me 640.000 ushtarët e saj konsiderohet si një nga ushtrit më të mëdha në botë. Brenda vendit ushtarakët e shohin veten si mbrojtës të kushtetutës. Situata në Turqi ka nxitur reagimin e udhëheqësve anë mban botës, të cilët shprehën brengën e tyre për zhvillimet e fundit dhe mbështetën presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe strukturat shtetërore të zgjedhura në mënyrë demokratike nga populli. Me këtë rast ata apeluan për ruajtje të gjakftësisë dhe përqetësi.
Udhëhecit anëmban botës kanë shprehur shqetësimet dhe brengjen e tyre për situatën në Turqi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, deklaroi se është në kontakt të vazhdueshëm me delegacionin e Unionit në Ankara dhe në profilin e saj në Twitter bëri thirrje për qetësim të situatës. Tendosjet dhe sfidat në Turqi nuk mund të zgjidhen me përdorim të armëve. Puqet ushtarake nuk kanë vend në Turqinë moderne, nuk ka alternativë për demokracinë dhe sundimin e ligjit, shkroi Mogherini. Në kumtesin e përbashkët të lëshuar nga kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk, kryetari i Komisionit të Evropës Jean-Claude Juncker dhe Mogherini, u bë thirrje që Turqia t'i kthehet sa më shpejt rregullit kushtetues. Turqia është një partner i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Bloku Evropian mbështet në tërësi pushtetin e zgjedhur në mënyrë demokratike, institucionet e vendit dhe sundimin e ligjit, u theksuan në kumtes. Edhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon apeloi për qetësim sa më të shpejtë të situatës. Zëdhënësi i Ban Ki-moonit, Farhan Haq, tha se sekretari i përgjithshëm është duke i përcjell me kujdes situatën në Turqi dhe kërkon normalizimin sa më të shpejtë të gjendjes. Shefi i diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier dënoi tentim puçi në Turqi dhe kërkoi nga të gjitha palët që ta respektojnë rregullin demokratik dhe t'i shmangën gjakderdhjes së mëtutjeshme. Në profilin e saj në Twitter reagoi edhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, e cila tha se duhet të respektohet rregulli demokratik në Turqi dhe se duhet të ndërmiren të gjitha masat për të mbrojtur jetët e njerëzve. Edhe ministri i jashtëm i Spanjës José Margallo tha se qeveria në Madrid mbështet në tërësi Erdoganin. Tentim puçi u dënua edhe nga ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius, i cili tha se populli turk tregoi pjekuri dhe guxim. Presidenti amerikan Barack Obama rreth zhvillimeve në Turqi ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin e tij të shtetit John Kerry, veçras u theksua se duhet të mbështetet qeveria e zgjedhur në mënyrë demokratike në Turqi dhe se sa më shpejt të kthehet qetësia. Zyrtarët në Pentagon nga ana atyre theksuan se ngjarjet në Turqi nuk do të ndikojnë në aktivitetet e forcave amerikane kundër pjesëtarëve të shtetit islamik në Siri, aktivitetet të cilat forcat amerikane po i koordinojnë nga baza ajrore turke Incirlik. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg bëri thirrje për respektim të plotë të institucioneve demokratike dhe të kushtetutës së Turqisë. Ai shprehu mbështetjen e tij për presidentin Erdogan dhe qeverinë e tij dhe bëri thirrje për përmbajtje. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, u shpreh se Turqia është një fuqi teje të rëndësishme rajonale dhe theksoi se stabiliteti e situata në Turqi padyshim se ka ndikim në rajon. Kremlini shprehu shpresën se Turqia shumë shpejt do të kthehet në gjendje të stabilitetit. Në mbështetje të Erdoganit doli edhe kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras, ndërsa kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se të gjithë duhet ta respektojnë rregullin demokratik në Turqi. Por grusht shteti në Turqi po ndiqet edhe në Maqedoni. Presidenti i vendit Gjorgje Ivanov theksoi se me vëmendje të veçantë po i ndjek zhvillimet dhe ngjarjet në Republikën e Turqisë. Ai tha se është në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha institucionet e sigurisë në Maqedoni, me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me Armatën e Maqedonisë. Sipas tij, me këtë janë marrë masa për parandalimin e kërcënimeve dhe rreziqeve. Nga kabineti Ivanovit theksojnë se pas marrjes së të dhënave në lidhje me qëllimet për kryerjen e një grusht shteti në Turqi, Armata e Republikës së Maqedonisë ka ndërmarrë disa masa dhe aktivitete për mbrojtjen e kufive shtetëror. Po ashtu bëhet e ditur se aktualisht po zhvillohet takimi i grupit për vlerësim të gjendjes së sigurisë. Nga kabineti Ivanovit nënvizohet se Maqedonia e përkrah qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Turqisë, e cila si një vend antar i NATO-s dhe siç thuhet, është edhe një vend mik i madh dhe partner strategjik i Maqedonisë. Pas trazirave për tentim grusht shteti në Turqi ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme duke konfirmuar se asnjë qytetar i Maqedonisë nuk është i lënduar ose i vrarë gjatë tentim grusht shtetit. Një gjë të njëjtë konfirmojnë edhe agjencitë turistike. Fluturimet e mëngjesit të sotëm Stamboll, Shkup dhe Anasjeltas janë anuluar, ndërsa fluturimet për vendet turistike si Antalya po vazhdojnë pa ndryshim të orareve. Të gjithë shtetasit e Maqedonisë që po qëndrojnë në Turqi janë mirë dhe nuk kanë pësuar nga tensionet që janë përfshirë këtë vend nga tentimi për grushtet nga një pjesë e ushtrisë. Kjo u bë e ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme. Po ashtu rekomandohet që ata të qëndrojnë në lokacione të sigurta, të mos i braktisin hotelet dhe objektet ku janë të vendosur dhe të shmangen tubimeve në vende publike.
Në pajtueshmëri të komunikimeve të realizuara me një pjesë të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët për momentin ndodhen në Turqi, ju njofton se janë të sigurt dhe tani për tani nuk është regjistruar asnjë qytetar i Maqedonisë i lënduar ose i vdekur. Për shkak të situatës së tensionuar në Turqi, sot në mëngjes janë anuluar fluturimet e linjës ajrore Stamboll-Shkup dhe Anasjeltas. Sipas drejtorisë së TAV Maqedoni, në mbrëmje do të realizohen fluturimet e parapara në këtë destinacion. Pa ndërprerje do të vijnë fluturimet në linjat për Antalya. Agjencitë turistike që merren me prenotimet e pushimeve në Bregdetin turk bëjnë të ditur se të gjithë turistët nga Maqedonia janë mirë dhe se ata janë të sigurt në zonat ku po pushojnë. Në rastin kur ndodhi tragedia dje, jemi në kontakt me klientat tanë edhe me udhëheqësit tanë që janë në Turqi. Domethënë, në Antalya për fat të mirë nuk ka ndodhur asgjë, është zonë turistike, ajo ndodhi në Ankara. Mirë po, klientët tanë ndjen të sigurt në për hotele, domethënë nuk kam pas asnjë lloj problemi. Domethënë jemi në kontakt prej mbrëm me secilin pushues që ka marrë oferta prej të ne, janë mirë. Edhe kemi siguri që për momentin nuk ka ndonjë anulim të fluturimeve charter që janë direkt Shkup Antalya. Edhe oda ekonomike e turizmit në Maqedoni konfirmoi se nuk ka probleme me sigurinë në hotelet në Turqi dhe se qytetarët e Maqedonisë që ndodhen atje apo që kanë planifikuar verime në Turqi nuk duhet të friksohen nga situata e së krijuar. Sipas të dhënave të kësaj ode, edhe si vjet ka numër të madh të qytetarëve të Maqedonisë që përkalojnë pushimet në Turqi. Tentimi për grusht shtet në Turqi, a do të ketë domino efekt edhe në Maqedoni dhe vendet e rajonit? Analistët politik me qëndrime të ndara rreth asaj se a do të reflektohet gjendja në Turqi në krizën aktuale politike në vend. Situata politike në Turqi do të reflektohet edhe në Maqedoni dhe në vendet e tjera të Ballkanit. Kështu konsideron analisti Gyner Ismail. Veçanërisht ndikimi do të ndjehet në planin ekonomik, për arsye se Turqia ka investime të rëndësishme në Maqedoni. Përveç kësaj, ai thotë gjendja mund të ndërlikohet akoma më tepër, sepse të gjithë refugjatët sirian kalojnë nëpërmjet Turqisë dhe më pas vazhdojnë në shtegun ballkanik. Pri tome ne treba da se izumi дека Turqia i dosega беше вратата за Deri tani Turqia ka qenë porta kryesore e valeve të refugjatëve, por mund të ballafaqohemi me një situatë të re. Në kushtet e këtilla, në një farë mënyre, Maqedonia nuk do të ngele pa prekur. Nuk duhet të harrohet se Turqia kufizohet me Greqinë dhe tani më një helikopter ushtarak turk fluturoi në Greqi, ku 8 ushtarak kërkuan azil politik. Profesori Mersel Bilali ndërkaq konsideron se situata në Turqi nuk mund të ketë shumë ndikim në zhvillimet politike në Maqedoni. Turqia është shtet militar dhe ka sistem tërësisht të ndryshëm nga sistemi ynë, thot Bilali. Lidhshmëri mes asaj që ndodhi në Turqi dhe në Maqedoni, mbasi Turqia është e njohur me një traditë ku ushtria është një farë rojtari pra i laicizmit, pra që feja apo religionit mbetet jashtë kontekstit dhe politike. Në Maqedoni pra kemi një situatë ekstremisht ndryshe, ku gjithë krimi organizuar që menaxhohet nga shteti, madje edhe është në krye të shtetit, akoma tolerohet nga qytetarët, për fat keq një pilot i tillë mund të jetë edhe zgjasimi i shtetit. Megjithatë, të dy analistët janë të një mendjeje se situata në Turqi duhet të ndiqet me vëmendje, ndërsa qytetarët që kanë lidhje me Turqinë të përmbahen rekomandimeve të institucioneve përgjegjëse. Por tentimi mbrëmshëm për grusht shtet nuk është i pari që ka përjetuar Turqia, pasi që historia e shtetit turk ka treguar për puçe ushtarake të ndërmarra që nga viti 1960. Ky që u organizua mbrëm, pra tentimi për grusht shtet, ishte i 5 me radhë. Grusht shteti i parë në Turqi ndodhi më 1960, kur ushtria ja doli me sukses të merrte nën kontroll vendin në mesin e tensioneve të larta në vend. Presidenti atëhershëm Xhelal Bayar, kryeministri Adnan Menderes dhe zyrtarë tjerë u arrestuan më pas dhe u gjykuan për tradhti, raporton Al Jazeera. Më vonë Menderes u vra, generali ushtarak Xhemal Gursel, që drejtoi grushtetin mori postin e presidentit dhe atë të kryeministrit.
Në vitin 1971 ndodhi puçi i dytë ushtarak. Ushtria përsëri rrëzoi qeverinë turke, ndërsa kjo situatë u krijua pas disa muajve të përcjellë me dhunë trazira, raporton Reuters. Ky gryshtet u konsiderua si gryshtet nga memorandumi, pasi që generali ushtarak Menduh Tagmaç i dha ultimatum kryeministrit Sulejman Demirel, duke e detyruar atë të largohet nga zyra. Për dallim nga zhvillimet e vitit 1960, ushtria nuk e mori shtetin në dorë, por kabineti që drejtonte shtetin ishte në mbikëqyrjen e ushtrisë. Meqenëse gryshteti i vitit 1971 nuk solli shumë qetësi në Turqi, ushtria sërish vendosi të tentonte një gryshtet më 1980. Gryshteti u ndërmor shtatorin e atij viti dhe ushtria mori kontrollin. Admirali Bülent Ulusu mori postin e kryeministrit nga Demirel. Kësaj radhe, gryshteti solli stabilitet në Turqi, por ushtria ndaloi disa mijëra persona, ekzekutoi disa dhjetra dhe torturoi një numër të madh. Ndonëse nuk mund të konsiderohet si krejtësisht gryshtet, ushtria turke më 1997 lëshoi disa rekomandime për qeverinë turke. Zgjidhja e vet me qeverisë ishte të pranonte ato rekomandime dhe kryeministri Necmettin Erbakan u detyrua të dorëhiqet dhe se partia që drejtonte ai i u ndalua aktiviteti partijak për 5 vite. I cilësuar si gryshtet i butë, ai ishte i suksesshëm pasi që ushtria punoi me bizneset, me drejtësinë, me mediat dhe me liderët politik. Tentimi për gryshteti organizuar mbrëm nga një fraksion i ushtrisë është i 5-ti me radhë në këtë vend. Do ta kalojmë vëmendjen tashmë në informacionet nga vendi ku njeriu i pari policisë pohon se ndryshimet e ligjit për polici janë sipas standardeve europiane e jo për qëllime të politikave ditore. Çafkov sqaroi se asnjë kompetencë e ministrit për punë të brendshme nuk është vënë në pyetje. Emërimi i ministrit për punë të brendshme në krye të kësaj ministrie është garanci se Ministria e Punëve të Brendshme mund të keqpërdoret. Ligji për punë të brendshme ka 3 ndryshime esenciale, të cilat janë në frymën e standardeve evropiane e që njëherëzi janë bërë sipas analizave dhe përvojave krahasuese prej vendeve si Kroacia, Slovenia, Austria, deklaroi sot nga Resnja ministri për punë të brendshme, Mitko Çafkov. Ai sqaroi gjithashtu se në përputhje me ndryshimet ligjore struktura organizative do të bëhet me vendim të qeverisë, ndërka sistematizimin do ta kryejë ministri i punëve të brendshme me pajtueshmëri paraprake me qeverinë. Këto ndryshime janë esenciale, por nuk janë për qëllime të politikave ditore, por për vendime sistematike zhvillimore të cilat në plan afatgjat duhet të kontribojnë për stabilizimin e strukturave organizative të MPB-s dhe të tejkalojmë një absurd. Sipas tij kjo nuk ka të bëjë fare me kompetencat e ministrit të punëve të brendshme. Ai mundet pa pengesa dhe me kapacitet të plotë të kryejë funksionet në ministri, tha Çafkov, i cili mes tjera shtoi se sa i përket kompetencave të ministrit të brendshme në qeverinë kalimtare, asnjë kompetencë e tij nuk është vënë në pyetje. Sipas tij MPB-ja ka zyrtar profesionist në pozita të larta, kurse ndërimet dhe emërimet duhet të realizohen në përputhje me ligjin për punë të brendshme. Intenca ose frimarja e marrëveshjes së Përzhinës megjithatë është besim ose garanci se MPB-ja do të kontrollohet edhe nga opozita nëpërmjet ministrit. Konsideroj se në këtë mënyrë do të parandalohen edhe spekulimet se MPB-ja është keqpërdorur. Deri më tani nuk kanë vërtetuar asnjë akuzë për keqpërdorim prej ndonjë individi ose prej MPB-s si tërësi. Përndryshe bisedimet në Përzhinë vazhdojnë në të hënën, ndërkaq grupet e punës gjatë kësaj fundjave duhet të shqirtojnë dallimet. Ministri i Punëve të Brendshme Mitko Çafkov është duke mbrojtur kryeshefin e njësisë së 5, i cili po hetohet nga Prokuroria Publike Speciale. Pyeti sot sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Oliver Spasovski. Çafkov pohon se kundër Goran Grujovskit, i dyshuar për shkatrimin e sistemeve për përgjim, nuk mund të ndërmarrë procedura ligjore sepse ndodhet në pushim mjekësor. Një argument i këtill është në kundërshtim me pohimet e Çafkov. Ky është dokumenti lëshuar nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, ku shihet se Goran Grujovski merr pak të plot, deklaroi sot sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Oliver Spasovski. Me propozimin për reforma urgjente demokratike, organizata qytetare kërkojnë që të kthehet besueshmëria në institucionet kyçe shtetërore. Përmbajtja e këtij dokumenti është rezultati i punës disa vjeçare të një pjese të organizatave jo qeveritare. Kjo ishte tema e debatit që u zhvillua mbrëm në emisionin Klik Plus. Organizatat qytetare janë tërësisht të përjashtuara nga procesi negociues në Përzhinë.
konsideron Bojan Maričić nga Qendra Maqedonase për Arsim Evropian. Ai thotë se qytetarët duhet të nxiten për pjesëmarrjen në jetën politike, përmes ndryshimeve në ligjin për referendum dhe veçqeverisje lokale. Do me thënë, masa e parë në të cilën e propozojmë është ulja të gjitha cenzuesve për pjesëmarrje të drejtë për të drejtë të qytetarëve në miratimin e vendimeve. Kjo ka të bëjë me të gjitha referendumet, peticionet, nismat në nivel qendror dhe lokal. Misha Popović nga Instituti për Demokraci thotë se pika e 2 dhe e 3 nga dokumenti e organizatave jo qeveritare parashë rivendimin e vendimit për funksionimin e Këshillit për bashkëpunim ndërmjet organizatave jo qeveritare dhe qeverisë dhe ndryshimin e ligjeve të policisë që u referohet shpërndarjeve të turmave, përdorimin e plumbave të gumës dhe inqizimin e protestave. Проценка на ризици од корупција во Vlerësimi i rrezikeve nga korrupsioni në kuptimin e luftës kundër korrupsionit duhet të bëhet në të gjitha institucionet të cilat japin para, subvencione ose mbledhin para. Këtë duhet ta bëjnë të gjitha institucionet që kanë inspektorate, por edhe policia, gjithsesi MPB-ja dhe DSK-ja, sepse këto janë institucionet kyçe që duhet ta forcojnë integritetin e tyre para zgjedhjeve. Snežana Tërpevska nga Shkolla e Lartë për Media dhe Marrëdhënie Publike thotë se sfera e mediave duhet të vendoset e para në tryezën e bisedimeve. Kjo për shkak të faktit që pushteti nuk dëshiron të asnjë mënyrë ta heqë dorën nga forcat që japin mediat për të ndikuar në krijimin e opinionit publik. Ajo ai përsëriti qëndrimet në lidhje me kërkesat e sferës së gazetarëve, e kjo mes tjerash është edhe ndalimi i reklamimit shtetëror. Pjesa më e madhe e asaj që emitohet nuk janë fushata publike ose fushata për promovimin e disa vlerave që janë me interes publik, por janë reklama politike të partisë në pushtet, me para shtetërore gjithsesi me paratë e qytetarëve. Përmbajtja e dokumentit të organizatave qeveritare ka për qëllim krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme dhe demokratike. Ky dokument është shpërndar edhe për faqësive diplomatike të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe 4 partive nënshkruese të marrëveshjes së Përgjinës. Agjencioni për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, njohur si Agjencia e Pagesës, që duhet të punojë në interes të bujqëve, në mënyrë të dyshimt ka bërë ndarjen e subvencioneve. Ndaj kësaj nuk ankohen vetëm bujqët dhe për këtë nuk flet vetëm LSDM-ja. Ky vërtetim erdhi nga revizori autorizuar shtetëror për punën e agjencisë. Ky është raport final i revizorit të autorizuar shtetëror për raportet financiare të Agjencisë së Pagesës për vitin 2014. I publikuar para ca ditësh, deklaroi sot antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s, Ljupço Nikolovski. Kërkojmë që qeveria me njëherë t'i paguaj subvencionet e bujqëve që u takojnë me ligj. Porositim që qeveria e re përgjegjëse e drejtuar nga LSDM-ja do t'i marrë parasysh këto gjetje revizore dhe do të bëjmë edhe revizione shtesë, ndërsa të gjitha ata që janë pasuruar në kurrizë të djersës dhe punës së bujqëve të ndershëm dhe që kanë lejuar keq përdorim të subvencioneve do të përgjigjen, tha Nikolovski. Ditëve të fundit po pastroi qendra rekreative në kanjonin e Matkës, pasi që ky destinacion turistik ishte përplot me mbeturina. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ahmeti bëri apel deri tek qytetarët që të kenë kujdes dhe të mos e ndotin ambientin. Për 3 ditë me radhë këta punëtorë të jenës komunale në Shkup kanë pastruar qendrën rekreative Matkë. Udhëheqësi i kësaj ndërmarrje Ibrahim Rexhepi tha se kanë ndërmarrë aksionin për pastrim për shkak se kjo zonë kishte shumë mbeturina, ndërsa për këta i fajsoi qytetarët që nuk janë të kujdesshëm. Kemi pastruar që territorin e Matkës këtu. Kemi vënë edhe kësi për mbeturina, për menejt. Tash jo mirë, që shokon fillim u kon katastrofë, megjithatë me që të 3 ditë që kemi punu këtu, mjaft mirë o rregullu dhe bëj apel që këtu kur të vinë njerëzit me pushu me asi, i kanë venet ku mi qitë mbeturinat, mos të anashkalojnë venet, se në veni fantastik i mirë. E këti aksioni u bashkangjit edhe Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ahmeti. Ai bëri thirrje të gjithë qytetarëve të cilët vinë të vizitojnë këtë vend, që të kenë kujdes, që të mos e ndotin ambientin. 3 ditët e kaluara punuam bashkarisht që të pastrojmë qendrën rekreative Matka dhe përgjatë në këtë aksion përveç pastrimit të ambientit dhe të mbeturinave, u bë edhe vendosja e disa shportave për mbeturina dhe riparimi i ulëseve të vjetra, si dhe vendosja e një numri të caktuar të ulëseve të tjera, të reja. Me këtë rast, kisha dashur të falenderoj të gjithë kontribuesit në këtë aksion
dhe gjithsesi të bëj apel deri te qytetarët që në të ardhmen bashkërisht ta ruajmë dhe ta mbrojmë ambientin. Kanjoni mat me një lartësim bitetare prej 460 deri në 1000 metra, po vizitohet nga shumë vizitorë, vendas dhe ato të huaj, që preferojnë këtë destinacion për të shijuar bukuritë natyrore të saj. Punëtorët turistik të Prespës në kulmin e sezonit turistik thonë se janë të kënaqur nga vizita e plazheve, por nuk fshehin faktin se do të kishin dashur të kenë më shumë turist. Përveç qëndrimit në diell dhe ujë, autoritetet vendore i sigurojnë turistëve se do të jenë plotësisht të sigurt në plazhet e Prespës. Për të 4 vit me radhë, Komuna e Prespës dhe policia po realizojnë fushatën të njohur si siguria në plazhet tona, me qëllim që të ulet numri i delikteve pronësoro-juridike të cilat zakonisht gjatë sezonit veror janë më të shpeshta. Vazhdon të jeti pasigurt fati i bashkëshortëve Sebastian dhe Sunqica, të cilët jetojnë në shtëpisë të improvisuar nën urën hekurudhore në afërsitë e ambulancës Prolet. Objekti është në ndërtim pa leje, kurse Komuna e Aerodromit u ka thënë atyre që të largohen nga ai objekt për shkak se do të rënohet. Pasi morën vesh se shtëpisa ku jetojnë do të rënohet, Sebastiani dhe Sunqica vazhdojnë të kenë frikë për fatin e tyre dhe të 2 fëmijëve. TV21 i vizitoi ata pasi kuptoi që shtëpiza e tyre të martën do të rënohet. Edhe pse ishte paralajmëruar se shtëpiza e improvisuar do të hiqet deri në fund të javës, atyre u dhanë afat edhe 7 ditë të tjera. Familja 4 antarëshe akoma nuk e ka të qartë se ku do të përfundojnë, pasi të rënohet objekti ku po banojnë. Me të vërtet jemi të varfër, s'kemi asgjë. Kush e dëshiron këtë? Askush. Po mundohem me vite të tëra. Shkoj në një urë, bëj diçka, sa për t'ja dalë disi. Nuk kam më vullnet për asgjë, madje mendoj edhe për vetvrasje. Kjo nuk është jetë. Kjo familje 6 vjet po heq të zi të ullirit pa kulm të sigurt mbi kokë. Paraprakisht jetonin në një barak të braktisur në ish fabrikun Alumina dhe nën urën që gjendet pranë kompleksit të bankave. Pasi që janë larguar nga atje, rastësisht kanë marrë vesh për vendin ku po jetojnë tani. Përndryshe ata nuk marrin ndihmë sociale, kurse burimi i vetëm i të ardhurave janë të hollat që i marrin nga shitja e shisheve të plastikës. Nga qendra për punë sociale u kanë thënë se opsioni i vetëm për akomodim është shtëpia të pastrehëve në Çicino Selo. Mavrova edhe këtë vit mirëpriti manifestimin Ditët e Bariut, në të cilin zhvillohen aktivitetet të ndryshme me blektorët e Maqedonisë. Përzgjedhja e djathit më të mirë të deleve hapi manifestimin e sivjetshëm, por nga Komisioni i Përzgjedhjes u tërheqin vëmendjen prodhuesve që t'i kushtojnë vëmendje higjienës. Po radhisin copat e djathit, mbi të cilat po vendosen numrat rendor. Nga çdo numër i djathit po vendosin në pjatë për ta shijuar dhe për të parë cilësitë e tij. Madje, që të mos përzihen shijet e ndryshme të djathit, pas çdo lloji të provuar po han moll ose dardh. E tëra kjo me qëllim të përzgjedhjes në mënyrë anonime të djathit më të mirë të butë të deleve, që përfaqësonte garë për të gjithë prodhuesit e djathit në stan. Kjo garë u zhvillua pas ditën e së premtes në kuadër të manifestimit Ditët e Bariut. Manifestim që organizuan nga shoqata rajonale e kultivuesve të dhenve në Maqedoninë Perëndimore. Përzgjedhja e djathit më të mirë sipas antares së komisionit Sonja Serbinovska bëhet në bazë të disa kritereve, si shija, ngjyra dhe tekstura. Krahas pjesëmarrjes së llojeve kualitative të djathit, ajo tërhoqi edhe vëmendjen për disa prodhues që të kenë kujdes në higjienë gjatë përpunimit të djathit. Za našите farmeri glavna preporuka je ona da primavaju. Për bujqitan, rekomandimi kryesor është të kenë vëmendje në higjienën e djathit. Ajo çka tjetër duhet të kenë kujdes është prodhimtaria standarde. Të kenë kujdes kur të prodhojnë djathin që ai vazhdimisht të ketë shijen e njëjtë. Dita e premte nuk është e vetmja me çka u përmbyll manifestimi. Po i njëjti vazhdon edhe sot me aktivitetet e tjera, për të cilat na njoftoi organizatori i manifestimit Lulzim Fejzullahu. Dhe kena gara në kush qeth ma shpejt delen, kush e qeth. Kush e mbjell ma shpejt delen. Do të kena produkte bujqësore për punimet prej leshi, do ketë prezentime. Do ketë kush e ka dashin ma të mirë në koped, do me thanë, gjithat tam vitin që mundohen blektorët tanë, nesër e kanë ditën edhe sot gjathin produkte tjera ti ekspozojnë dhe ti tregojnë shkallësit e veta. Fituesi vendit të parë u shpall Todor Çomusevski nga Shtipi, i cili la pas Gjeladin Jakupin nga Kërqova.
Vendi i tretë mbante 2 fitues, njërin nga Dibra dhe tjetrin nga Shtipi. Manifestimi ditët e Bariut zhvillohet për të 11 vit radhazi dhe është i vetmi manifestim garues që mbledh blegtorët e Maqedonisë. Vitet në vijim, organizatori synon të zgjerojë manifestimin duke përfshirë edhe rajonin. Bokseri kosovar me nënshtesi gjermane, Haxhi Krasniqi ka fituar me vendim unanim të gjyqtarëve ndaj bokseri gjerman Jürgen Doberstein. Dueli i këtyre dy bokserëve zgjati 12 raunde dhe pas një lufte të pak kompromis në ring, bokseri kosovar fitoi me vendim të gjyqtarëve. Kësaj Krasniqi ka fituar 2 tituj, WBO dhe WBA Intercontinental dhe ka bërë një hap të madh në karrierën e tij. Gjak dhe kaos pas tentim puçit në Turqi, Erdogan, tradhtia do të faturohet shtrenjtë. Mbi 200 të vrarë dhe 1140 të plagosur, Gülen mohon akuzat se orkestroi grush shtetin. Shteti mbledh shefat e sigurisë, shkupi zyrtar druan nga ngjarjet në Turqi. Ditët e Bariut në Mavrov, gara për djathin më të mirë të dhënve. Ndihni vetëm pas pak emisionin sociale dhe unë jam këtu. Ju falenderojmë që përzjodhët televizioni 21 të informojnë me ngjarjet më të fundit. Mirëmbëjtje.